Sot çuna, unë kam bërë gjën më të jashtëligjshme që mund të shihni në univers, në galaksi, në planetin që ne jetojmë, në planetin Mars. Apo jetojmë në planetin tokë neve. Sot unë vodha kartën e kreditit të Bill Gatesit. Seriozisht e ke? Shpresoj që mos ta shohin në FBI këtë video sepse do më përshkatoj mu në vend po e mori vesh. Kush e trokiti derën? Kështu që çuna, pa humbur shumë kohë, unë do t'ju tregoj si e vodha kartën e kreditit të Bill Gatesit. Dhe si të shikoni, ja ku jemi këtu, edhe kjo është një lojë që kam lekët e Bill Gatesit edhe mund t'i shfrytëzoj si të dua unë. Domethënë nuk është se kam vetëm me vërtet. Sot çuna, si që shikoni, ja ku jemi të kjo loja që thot Spend Bill Gates Money. Është loja çuna që ti mund të vjedhësh parat e Bill Gatesit. Kështu që neve sot do t'i shfrytëzojmë sa të duam neve me këto parë. Nëse çuna, nëse jeni të ri, na çoni 10.000 subscribe pas vitit 2025. Viti 2025 do edhe 28 ditë që të vi, më duket se jam sakt, 28 ditë, kështu që nëse jeni të ri, shtoni butonin subscribe. Ja ashtu, bëni follow Instagram dhe të sermi Discordit se në këtë dy të me njoftime për video që unë bëj, kështu që mos ju mbisi. Pa humbur kohë, le të harxojmë gjitha parat e Bill Gatesit. Vje keq Bill Gates, po t'i harxoj gjitha parat. Okej, si shikoni ja ku jemi këtu, edhe neve tani kemi shumë lek, shumë dollar, kështu që po, kemi shumë dollar, neve do shohim për gjën më të shtrenjtë që mund gjejmë edhe do bëjna shumë të pasur. Okej, si fillim, unë për veten time e du një traget si kjo, sepse do ishte bukur, kështu që Bill Gates më vje keq po ta blej kët. Okej. Kështu sa lek na rigën, Po mendoj të blej 10 si këto. Të blej 10 si këto. Kështu që le të blejmë 10. Okej. Tashi çuna na shkon 90, do me thënë kemi harxhu 10 nga ajo që kishim. Do marrim vesh 10 tragete, se neve tani do bëhemi si Elon Musku. Mendoj të blij një NBA team, një ekip të NBA, se jam i fan si NBA edhe du takoj LeBron Jamesin. Erdhi LeBron Jamesi, qa bënë ero? Një javë ka kaluar, hiku na mendoria. Okej, neve tani do blejmë 5 si ky topi këtu. Edhe si po shikojmë neve lekët na kanë ikë për lesh që blerjen e dytë. Tani, e shikoj se çfarë mund gjejmë tjetër. Okej, mund të blejmë një M1 Abrams që është një tank, kështu neve mund ta blejmë këtë tankun. Mund të blejmë ja 20 si këto, sepse më duan për të mbrojtur shtëpinë time se kam shumë ops që du me më vrak, kështu që unë do ta vras direkt. Nuk jem rregull ti, si jem rregull. Shikojnë që mund të kemi tjetër, okej, është një single family home. Unë nuk kam që du këtë single family home, sepse nuk është në gjuhën time, kështu që neve të gjejmë një super vil. Ku mund të gjejmë neve një vil këtu? A ka vila këtu që mund të blejmë? Shtator më dhënë. Nuk pas ka fatkeqësisht, kështu që okej, do bleja të shtëpinë. Okej, si që shikoni, kjo është shtëpia që vjen mbi $300,000, kështu neve do harxojmë $300,000 të dashur teleshikus. Jo $300,000, po do harxojmë akoma dhe më shumë, kështu që. Okej. Tashi, unë të gjitha paret të Bill Gatesit i shfrytëzova duke bler 100 shtëpi, që janë 100 shtëpi time që janë me lekët e mia. Do të thënë, jo me lekët e mia, se janë me lekët e Bill Gatesit, po më fal Bill Gates. Okej, neve tani do shikojmë. Okej, unë dua të blej yacht. Pse mos ta blej një yacht? Se lekët e Bill Gatesit janë apo jo? Neve do blejmë. Okej, neve do blejmë 50 si këto. Okej, 50. Më duket ide e mia me marr 50 si këto. Kena akoma shumë lek në dispozicion. Nuk këto lekët, objektivi im është me i çu në zero. Do me thënë duhet t'i harxoj të gjitha lekët. Neve tani kemi në dispozicion një Formula 1, që është një makina Formulës 1, një helikopter edhe një vil. Të blejmë plot makina Formula 1. Okej, unë do marr 80 si këto. Okej, 80. Helikopter. Helikopteri të dashur miq kushton 31 milion. 31 milion. Lekët e Bill Gatesit janë.
Kështu që s'janë të mia, po e blejmë edhe këtë. Okej, si kjo neve mund të blejmë 30. Po marrim 30 më mirë se po vjen gjunafe edhe për lekët atit, edhe pse doja të çoj 0, po hajt më. Okej, tani neve këtu kemi një mansion, kemi një vit që është për 45 milion dollar. Okej, si kjo neve mund të marrim plot, edhe do t'i argjëm gjitha lekët derisa ta çojmë nga 60-ta. Derisa ta çojmë nga 60-ta. Okej, ec. Hajde. Po marrim shumë, më pëlqen. Deri tani kemi bleja 100 vila që janë në emrin tim, me dokumenta me emrin tim. Okej, neve tani këtu kemi një pikturë të Mona Lisës. Një pikturë e Mona Lisës. Tek 100 vilat që kam unë, edhe të 100 shtëpi që kam bleja unë, pse mos e marrim edhe 20 pikturat Mona Lisës, se të ishte bukur. Mund të blej kemi veç një. Okej, nuk e prisja këtë. Le të shikojmë se çfarë ka tjetër. Neve po vjen gjinaf për Bill Gatesin. A më mirë të blej veç një sandwich edhe ca shapka, sepse ngela pa shapka. Edhe po e mbyllim videon për sot. Shpresoj se ka pëlqyer video. Mos harroni bëni like, subscribe, comment dhe shihemi në videon e radhës. Okej, tani neve do s'kemi bler skyscraper. Na duhet një pallat i madh si ky. Na duhet një pallat shumë i madh. Kështu që unë për këtë mendoj të blej shumë. Okej, lekët e mia po ikin për lesh. Po e shoh që lekët e mia po ikin për lesh. Kaç se mikën lekë. Për një moment thash se mikën lekët komplet. Okej, tash neve çfarë do blejmë tjetër? Okej, mund të blejmë një McDonald's franchise, mund të blejmë, pse nuk u fokusova herë të makinat unë? Makinat janë gjë më rëndësishme. Marrim 10 Ferrari, 20 Monster Trucks, 5 Tesla, sepse Tesla nuk është më makinë kush e di se ça, një Ford F150 20 po marrim. Rolex. Okej, Rolex veç një, sepse veç unë e kam. Jetski po marrim 20, kështu që yes. Shumë lek kemi harxuar me Bill Gatesin. Shikoni diferencën fillimin e videos dhe shikoni diferencën tani. Kështu që unë them ti bëjmë gjërat sa më Okej, neve tani do shikojmë po ta blej këtë. Nuk kam lek me ble. Pas kam lek. Që neve ta bëjmë këtë sa më interesante. Unë them ta marrë dhe një NBA. Po them ta marrë dhe një kështu. NBA s'mund blej mos e mikën lekët. Mund ta marrë edhe një kështu. Edhe lekët e mia tashi kemi ngelur shumë pak. Të blejmë nga këto. Okej. Ja gjum lekët fare. Shit. Me që Bill Gatesin e ka thënë kartën e kreditit, aksesin e tij. Po them me veten time, pse mos i shtoj edhe 10? Okej. Tani çuna si që shikoni, neve kemi vetëm $269,995 në llogarinë e Bill Gatesit. Edhe që shikojmë për ndaj gjë pak më të lehtë, jo shumë të shtrenjtë, kështu që neve do marrim 10 si këto. Kali nuk kemi që dum, designer handbag. Po e marrim për dashurën time këtë handbagun, sepse dashura ime meriton çdo gjë. Po i blejmë 10 të dashurës time, edhe pse s'kam asnjë të dashur, po nejse. Tani na ka ngelur vetëm $154,995. Kështu që neve na duhet një gaming console neve. Po marrim plot, sepse do i marr për kalamajt e mi, sa kalamajt do bëjmë me të dashurën time imagjinare. Neve do marrim plot. Do marrim 90 gaming console. Edhe pse unë s'kam 90 kalamoj, prap 90 po i marrim. Okej, mund të blejmë vit Netflixi. Okej, mund të blejmë edhe Netflixin, sepse na duhet me pa ndaj film horror. Okej, neve do blejmë ca bileta, sepse na duhen këto bileta për me pa ndaj film prap, edhe pse bora 30 vite Netflixi, prap po marrim bileta. Na duhet shapka. Neve do blejmë ca shapka, se na duhen shapkat. Po marrim 40. Super perfect. Okej, neve si këto do marrim 10, sepse s'duhet t'i harxojmë gjitha. Po ta blejmë neve këtë. Okej, na ikën lekët për lesh. Okej. Na kam ngel veç $90. Wow, na kam ngel veç $90 të dashur teleshikus. Kështu që të blejmë këtë.
blejmë kë, na ka ngel veç $1 tash. Po me këtë $1 po bëjmë njëri i zemërgjer, dhe këtë $1 po ja fal Bill Gatesit. The fuck? Bëjmë zemërgjer dhe këtë $1 po ja fal Bill Gatesit, do me thënë tani çuna unë tani këto lek do t'ja jap Bill Gatesit, edhe pse ka ngel veç $1, kështu që çuna po, okej, dhe videon e mbylla, të marrim Bill Gatesin. Alo, Bill Gates. Alo. Po, vllai dashur, ta gjeta kartën tate të kreditit. Dhe kush ma kishte vjedh kartën? E kisha vjedhur me thon vërtetën, edhe menova të bisha ca gjona, po të kam fal ca lekë, mos e vrit me një, të kam fal ca lekë. Sa lekë më ke fal? Sa lekë kam fal? $1 të kam fal plak. $1 të kam fal. Si $1 mos e Vaj, të më thjesht të miliona. shame. Mos mbylli telefonin. Koj troket dera, so plak. Okej, më falë o të motra, thjesht për video ishte, mos plak, Po, mos. pyetha jote me më vjedh mu lekët.